është tejet jo njerëzore që të mëhohet një drejt të merë pjesë personi i caktuar në rastin konkret se Zoti Thaçi edhe të tjerëve që kanë ndodhur, që në rastet kur vdes familjarët mos merë pjesë në varrim, sepse ajo është çështje e cila është e pamohueshme, e drejtë ligjore e gjithë secilit që t'i jepet hapësirë kohore, pushim, bilim këtë drejtim ndoshta jo veç për varrim, po ish të i sigurohen kushtet Zotit Thaçi edhe të tjerëve në rastet e tilla që të merr pjesë në varrim, bile tjetë edhe për ngushëllime spakti, nëse jo 3-4 ditë sa i marrin sipas traditës, bile një ditë tjetë i lirë në pjesëmarrjen në varrim. Kuptohet në prezencën e organeve të rendit në pjesën civile që do të ishte kuptuar dhe gjithë opinioni e din citatën e Zotit Thaçi, edhe jam i sigurt se do ta kishte respektuar dhe rendin juridik në këtë drejtim.